del cavallo in autostrada. C'ho melodia di Brundovino, mos I besoj asnjëri unë ka thënë baba. Javën që shkoi, ju sollëm rrëfimin shokues të 4 nënave të dëshpëruara të cilat ndan me ne të njëjtin problem. Largimin e fëmijëve minoren nga shtëpia dhe braktisjen e shkollës. Djali filloi iket nga shkolla, nuk na ngjon si prind, sillet shumë keq. Tani në fund ka filluar dhe ik nga shtëpia. Kam hallin e gocës, më ikën prej shtëpie. Kjo që ka ikë është hera e 4. Arri me 3-4 shoqe, me 2 çuna, me zor ta hap telefonin. Marrën telefon ku je, jam tu, jam aty. Jemi përballë një situatë alarmante ku një grup prej rreth 5-6 minorenësh nga 14 deri në 17 vjeç kanë braktisur shkollën dhe shtëpinë duke organizuar së bashku një jetë jashtë çdo kontrolli. Si hiku nga? Nga dritarja kishin me marrë me makinë. Ku rrin? Në shtëpi me qera. Gozi gënjante shumë, ka marrë shtëpi me qera. Ku I siguron të ardhurat? Nuk e di, I kam gjetur, më thotë mu, lekët. Ku I gjete lekët? Thashun që keni ikë me shtëpi me qera, po ç'duhet ty më tha mu ku I gjejmë neve. 14, 15 janë gocat, nga 17 janë çunat. Kur largoi të thoshte që po dal? Thonë do dal, thotë, do shpit për jorë, ajo nuk vinte. Situata bëhet edhe më e rëndë kur prindrit kërkojnë t'i vënë gjëra të nën kontroll, sepse këtu adoleshentët bën menjëherë agresiv. Çfarë të thotë? Në çave kokën nuk duruj më juve, dhe thjesht vetëm atërat. Ju jeni të varfër, s'keni lek, unë dua lek, ka hyj leku në qep. Flas ku je, po ik ti më thot shketim drejta një ke më 25 em. Qa do në re? Thot pse merr 1000 herë në telefon, pse më shkruan kaq shpesh. Nuk është më I vetëdijshëm se ç'a bën. Ba tha ku je, unë jam thash ke parkim. Me sa ti me çuna vjet ndërmoj një thik kaq modhe. Nga nxorrit? Me çanta. Nga çanta vet? Po. Çfarë të thanë në momentin që ti pikën? Po, rob, bofsha, rob, qitët, shiet më. Nuk la jëm fjalën, pra si gjë, vetëm thotë mjaf, ti flet shumë. Këtë javë ka filluar fjalor të pisë. Është bërë shumë agresive, sy këtë, sy atë, më ka gjujtur dhe mua. S'është me trute vetëm. Të pafuqishme përballë fëmijëve të tyre, nënat kanë kërkuar ndihmë tek institucionet, por me sa duket, edhe aty nuk kanë gjetur mbështetjen e duhur. Kam kërkuar ndihmë në polici, asnjë përgjigje nuk morën. Lan dhe një targ taksie dhe s'morën mas safar. Nga ju doli kjo targa e taksis? Ndoqa çunin unë. Më tha jemi plash, aty taksia më humbi dhe nuk arrita dot ta zbuloja kurrinte. Kam praktik derë, po as zgjidhje, as si gjë. Do të merr masa, se goca më ngiti vetëm në rrugëve, është goca, më tjetër një gocë tjetër, nuk e di. Nuk e vogël. Po ku I merr lekë? Nuk e di, më kërkon lekë. Duke parë se fëmijët e tyre janë tërësisht jashtë kontrollit dhe nisur nga disa sjellje të çuditshme që kanë vënë re, nënat kanë nisur të dyshojnë për më të keqen e mundshme. Mendja të shkon abuzim seksual, pin, droge, asha. Dyshoj se ai është përdorues. Nuk e di me çin është bashku me një grup trafikantësh, pinë çfarë të droga, gjona. Këto janë vetëm dyshime të nënave, prandaj bashkë me ta mundohemi të kuptojmë më shumë për aktivitetin ditor të këtij grupi minorenësh. Është ora 11 e paraditës të një dite të zakonshme, kohë kur bashkëmoshatarët e tyre janë të gjithë në shkollë, por grupi adoleshentëve është mbledhur në brendësi të një lokali ku qëndrojnë për rreth një orë. Më pas të gjithë së bashku largohen. Në këtë moment, nëna e njërës nga vajzat e telefonon të bien me shpresën se do ta bindë të kthehet në shtëpi. Po të flas mirë ta mam, ku jemi? Me kego. Bëm vërdau vetëm. Ku vërdau me fort të shef? Vërdau jam, ku vërdau? Ku qa vini? Të muzumi aty. Mirë, ha. Ku je ti? Për pak të vi. Ku je? Do vi më I voka jam. Kjo ditë mbyllet pa ndonjë rezultat. Grupi adoleshentëve kanë vendosur të mos kthehen në shtëpitë e tyre. Por ndërkohë në rrjetet sociale publikojnë foto dhe video të banesave që marrin me qera. Por ky është problemi më I vogël, sepse jeta e natës e këtyre adoleshentëve ka kapërcyer çdo limit. Makina luksoze me qera, cigare hashashi dhe çdo natë festa deri në mëngjes. Një jetë që natyrisht ka edhe pasojat e saj. Një sekond, hajde kaloj një sekond. 1, 2, kalon 3 sekonda, 5, 7, 8 vjetë. Është e diel data 26 prill. Për të disatën herë, nënat e adoleshentëve janë drejtuar policisë ku kanë depozituar kallëzimin për largimin e fëmijëve nga banesat. Sa prindër janë këtu? Ne kemi policia janë atje, por ne që nisemi. O katër që ju kanë ikur ju dhe sot flasim. Do vini një nga një aty, do bëjmë kallëzim. Çka ke? Keni problem se janë? Ka një fëmijë tash po drejtës na vjen fare fëmijë me gjëra, me makina vordall, kush ajo makina nuk e di, kush janë shtëpia nuk e di. Ka policia të flasin.
Ku jeni? Ku për dalë? Po shko me rak familja. Hajde shko në qmishmet aty. Po në kontaktu të shpallën në kërkim. Pafuqia e prindërve ndaj tyre duket se është reflektuar edhe tek agentët e policisë, të cilët mundohen në më kot të bindin adoleshentët të kthehen në shtëpi. Jam shekja krimeve, e Durrësit. Ku ndodhesh ti? Si pse? Ku je dhe hajde urgjent në komisariat? Në komisariat? Ore, më të sjell shërbime shqiponja dhe aty tani të marrit zvar, po hajde urgjent në komisariat. Ndërkohë nga njëra prej nënave na vjen ky mesazh. Ka ardhur tani dhe ka ardhur me mor rroba të shtëpia dhe se mos na ikën prapë. Bëhet fjalë për një 14 vjeçare e cila pavarësisht të moshës është mjaft aktive në grupin e adoleshentëve. Prandaj nuk vonojmë dhe nisemi menjëherë drejt Durrësit. Por ndërkohë, atje gjërat kanë marrë një tjetër rrjedh, sepse minorenja nuk ka pranuar të qëndrojë në shtëpi, ka marrë rrobat dhe ka porositur një taksi. Ndërkohë ne jemi në kontakt me nënat, por për shkak të distancës dhe pamundësisë për të mbërritur në kohë, Po ndjekim atë në taksinë. Okej, ti ndiqe nga mbrapa deri vetëm për të marrë vesh lokacionin se ku është, se jam nisur vetë dhe do ndërhyjmë bashkë, okej? Në rregull, vetëm çik shpejt se duhet me ndjel. Do bëjmë të pamundërën thjesht, ruaje nga larg për të marrë vesh se ku janë të tjerët. As po ardhi ona tani, do ta ruajmë këtu, do vijona ti kapi. A vash, ma va letiki le. Ja, opa, të prit tash tikja jo më lart, prit. Por teksa nënat të ndjekin taksin ku është 14 vjeçarja, diçka shkon tërë se adoleshentja e kupton që dikush po e ndjek. Prandaj që të mos merret vesh se ku është baza në të cilën mblidhet me bashkëmoshatarët e saj, vendos të dalë zbuluar dhe pranon të flasë me ne në prezencë të nënës së saj. Unë jam Jona, jam gazetare nga Piranja. Sa vjeç je? Sa ditë ka që ke ky shtëpia? Ja 2 javë. Dhe ty nuk të duken shumë. Për një 14 vjeçare, 2 javë larg prindërve nuk janë asgjë. Që në qa moshe ke fillu me ikë nga shtëpia? Nuk është se ikën nga shtëpia. Pra gënjen mami dhe babi. Ikën nga shtëpia dhe përdesa më mbledh mami dhe babi me ne të çunë në hut. Kur shkova në mërsh, në rrobat të shtëpia më kapshin zvarr. Edhe thoshin ti s'ke me të Kapnin zvarr. Kjo është zgjidhja që një printet ta kapi zvarr fëmijën? Ashtu jam sot. Pse nuk shkon Se shkollë? s'du me shku të ajo shkolla. Son babaj që në çon shkollë tjetër, se du me vazhdu shkollën, nuk ka që... A është e vërtet që dje ke i ke nxjerrë thikën babit për ta godit? Po, se që fare babë. Pse se qumë fare ba? Shënë sa më vete. Pra ne unë është arsye që unë nuk ikën shtëpi për babë. Kurri? Në shtëpi me që. Ku i gjen lekët? Nga një shoqë. Të cila shoqe? Nga Po shpinë sa e pagoni? 25. Sa veta jeni? 4. Po të vogël për vete? Nuk të shqetëson fakti që të gjithve ju kërkon prindrit dhe asnjëri nga ju nuk hapni telefonin? Po unë në shpital, kena folën. Po qa ke folur, duke i thënë mamit ti e për të marrë zvarr? Mami kam konfidenca. I bie që ta ka toleru ma një. Nuk është se kam shen nga ropë, edhe i kam thonë kështu ashtu. Përgjigjet plot indiferencë të vajzës dhe normaliteti me të cilën tregon për plasjet e vazhdueshme me familjarët, na bëjnë të kuptojmë se në çfarë situate janë këta prindër, të cilëve tashmë çdo gjë ju ka dalë jashtë kontrollit. Kam informacione që ti ke patur raporte intime që 12 vjeçe. Së di, s'më ka rënë rast, s'majme. Po edhe tani që je 14 vjeçe, prap kjo gjëja që ti bën është e palishme. Përveç sa i personi që zgjedh të merret me ty, futet në burg. Ka pse më fut fare në burg. A e kuptoj që ti je në një moshë që nuk di të bësh zgjedhjet e tuaja, sepse gabon dhe shkon akoma dhe më keq se në këtë fazë që je. Bie pre e trafikimit, a të pëlqen ta bësh këtë lloj gjëje të duket mirë që nesër pas nesër të përfundosh në ndonjë vend tjetër më të keq? Ti mendon se kjo gjëja që ti e tu bë është shumë e sigurt për ty? Jo. Ke lënë shkollën, ke fillu cigaren që 11 vjeçe, nuk shkon në shtëpi. Me prindrit. Ma ka leju vetë shtëpis. Po për di se ta blin paketën e shep paketën sa hapsu? Ta kanë lejuar. Po, më kanë thonë mund ta pish. Ku është Në shtëpi. Ku është Shtëpi. Ku është Shtëpi. Në shtëpi të kujt? Shtëpi me qëra. Lekët ku i keni marrë? I gjen në Ti nuk gjen asgjë. s'marrën fare. Po i tha shumë e vështirë, hajdeni këtu, ato vinë. Ku e merrni ato makina me qera? I kam pas marrë. Kush ta jep ty makinën me qera? Njome. Shkon aty te zyra, makinë me shëra, 100.000 lekë apo. Çdo ditën edhe gjithmonë. Për makinën, për lekët? Me qa patente e merr ti? Me patentën e njome, ti ke atë. Para pa hesap, konsumim droge, shtëpi dhe makina me qera çdo natë, a duhet të ndërhyrë me urgjencë ndaj këtyre adoleshentëve që kanë ndjekur çdo etapë të jetës së tyre? Më mirë duhet ta bëjnë autoritetet. Ne kemi arritur të gjejmë njërin nga vajzat dhe vajzën e kam këtu me mua. Më duhet një patrullë shoqëruese sepse situata është shumë më keq se ç'është referuar. E ndërsa presim ardhjen e policisë, ne vazhdojmë bisedën me vajzën. Çfarë policia dhe çfarë do bëj? Po ta siguroj që kjo gjë është për të mirën tënde? Po, ta siguroj.
S'të vjen pak keq për mamin, për vllajin, s'të vjen pak keq? Ti s'ke punë më me mu. S'ke më punë me mu. Sa po të bëjon ty? Si thua mami to Am shok? çove polici më zemra. Po do të shoh, më fol ta më me rob. Ule dorën mos ma drejto mu dorën ashtu. Dije me fol shumë, dije me fol shumë. Nuk më çon më do të ti polici. Vajza nis të tregohet agresive, sa që na bën të dyshojmë që efektet e substancave të mbrëmjes janë ende aktive në trupin e saj. Kjo na përforcohet edhe në vazhdimin e bisedës me të. Po nuk e shoj fare babu, s'kam bab. Se kur s'ke bab, pse e merr në telefon të sjellë rroba? Ashtu duhet. Ja për interes, s'një do për interes. Asa i do për interes, ai do lek. Ja, që po nga herë burim lek për na. Ishin nxjerr gocat ca lekë tani, shumë tha mua, nuk jam mora, tha, nuk kam drejt me marr lekë gocës. A është babi jot ai? Nuk e shoj fare bab. Po mirë moj, a është babi jot? Nuk e shoj. A është baba i Ndërsa ne flasim me 14 vjeçaren, nëna e saj ka marrë celularin dhe ka arritur të hapë mesazhet në WhatsApp. Dhe aty, për herë të parë, mosojmë të vërtetën e tmerrshme. Ky grup vajzash 14 dhe 15 vjeçe ushtrojnë çdo ditë prostitucion, madje duke rekrutuar dhe minorene të tjera jashtë grupit të tyre. Por unë nuk merr fare me këtë punë. Ka mesazhe çife që i kam thënë, do ta kosh shoqën time. Pranoj që se nuk e shes trupin tim. Pra, ti thjesht gje klient. Nishe ti s'deshka që ka shefja, edhe unë jam shefi. Do modra, nobet, no. Alo, përshëndetje, patrolla policisë jemi. Plagja numër 8 të lutem. Ja një grup shoqëror që më shumë se 2 javë ikin nga shtëpia. Është arrogante, vulgare, agresive dhe dje kanë nxjerr babait thikën për ta goditur. 30.000 lekë. Ja vjen. S'kam lek. O zemra, vjen njoni nga jashtëtetit. Edhe më tha, kena i shoq që tha kështu.